Hoxhiu. Tani, përshëndetje të gjithëve, dashur qytetar, nderuar koleg, të doja që të diskutoja shumë për këtë ligjin për shërbimet dhe produktet biocide, por të them drejtën kur përshifja përballë nga atje produkte më biocide se këta këtu, nuk ka pasur ndonjëherë Shqipëria s'ka për të patur. Kështu që thash leri produktet biocide, po merruj qik thash me këta që janë produkti më biocid i vendit. Kemi 3 javë që zhvillohet urdhër të largohet çdo Atëherë rifillojmë seancën. Zbatoni Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Diskutimesh. Në kaq kohë këtu është përdor çdo procedurë, çdo makinacion që vetëm një çështje të mos përmendjet. Skandali i tunelit të Llogaras. Në një vend tjetër demokratik do ishin shembull specifike të veçanta që ka ky institucion, por kjo nuk na bën të mos depërtonim produktet kimike të deri tanishëm. Më së miri se aty këmbë kokë është i zhytur kryeministri juaj. Aty zbatoni Kushtetutën e Republikës që po të hapet dera asaj furre do digjet gjithë qeveria dhe kjo mazhorancë. Ndaj këtu për kaj ditësh shkelet rregulloria, ndaj bllokohen njëra pas tjetrës edhe seancat dëgjimore edhe interpelancat. Tuneli Llogaras është bërë simboli i mënyrës se si kjo qeveri jo vetëm ndërton projekte, por edhe ndërton alibi. Ashtu si kundër se u shem tuneli, ka nisur të shemet edhe fasada e përgjegjësive që narko qeveria përpiqet të mbuloj. Skandali Balluku normalisht fal presionit të opozitës është vënë më në fund në qendër të opinionit publik. Me gjithë makinacionet e Ramës për të mbyllur çdo ekran dhe çdo debat për këtë aferë. Por zëvendës kryeministri Balluku është zëvendës autoria e kësaj afere. Ajo është thjesht ekzekutoria e saj. Ajo përmbahet në karrige jo se e doni, por vetëm një tek arsye, se largimi i saj do të drejtonte, do të bënte që drejtoj gishti drejt për drejt tek Edi Rama. Kjo është arsyeja e vetme pse Edi Rama nuk e lejon atë dorëheqje. Ky është shkaku pse qeveria e mbron me aq fanatizëm, sepse në momentin që do bjerë Balluku, hapet një kuti Pandore dhe pastaj aty kputet zinxhiri dhe e dini ju, zinxhiri kur kputet dhe ku shkon. Pra, në këto 3 javë, shqiptarët po e shohin mirë që Rama është arkitekti i kësaj skeme. Dhe sikundër se është i çdo skeme korruptive dhe kriminale që është hartuar në këto 12 vite. Ka një të vërtet që çdo shqiptar e di. Asnjë ministër në këtë vend nuk ka firmosur dhe nuk firmos dot miliarda, nuk ka marrë dhe nuk merr vendime strategjike pa urdhrin apo porosin e Edi Ramës. Ky është modeli i tij qeverisës 12 vjeçar. Kryeministri Rama është në qendër të çdo tendri. Ai është në qendër të projekteve, ai është në qendër të vendimeve. Atëherë, përgjegjësia ku i bie që tjetë? Tashmë përgjigja dihet. Tuneli Llogaras është fund e krye një projekt politik i tij. Nga prezantimi, tek financimi, tek propaganda, tek shpallja vepër kombëtare, gjithçka që po flas ka kaluar vetëm në një zyrë, në zyrën e Edi Ramës. Prandaj sot nuk kemi ne vetëm një ministër që nuk jep dorëheqje. Sot kemi një kryeministër që mban peng ministrin e tij jo nga dashuria, por thjesht si mburoj personale. Pse e çoi çështjen në gjykatë kushtetuese Rama? E pa precedent, sepse ai ka frikë dhe bën gjithçka të mbrojë veten. Edi Rama e bëri një lëvizje që nuk e gjen në asnjë vend tjetër të Europës.
e qoi çështjen e një projekti në gjykatë kushtetuese. Po pse? Që të largoj hetimin nga duart e institucioneve që mund t'i shkojnë e t'i trokasin dhe do t'i trokasin shumë shpejt në derën e tij. Që të krijojë një precedent ku çdo aferë e tij të quhet kushtetuese, që të bllokojë transparencën dhe që të blej kohë. Sigurisht e bën gjasme të ruaj Belindën, ndërkohë që dihet se përmes saj ai po ruan veten. Kjo dihet më prej 12 vitesh është një taktik klasike e tij. Kur ndodhin skandale, nuk mbron ministrin, por ai gjithmonë kur e shihni që po mbron ministrin, është duke mbrojtur veten e tij. Çdo çështje që nuk e përfshinte Ramën në hetim, siç e keni parë, ata kanë ministrat ka përfunduar prapahekurave. Erion Velia i përfundoi prapahekurave, sepse në çështjen për cilën u akuzua nuk ishte Rama. Ilir Beqa shkoi prapahekurave, sepse në çështjen për cilën u akuzua nuk ishte Rama. Por as Erion Veliaj nuk shkoi për incineratorët, sepse aty ishte Rama. As Ilir Beqa nuk shkoi për koncesionet në shtetësi, sepse aty ishte Rama. Ja ndjeshit ter kokës të gjitha, tentoj t'ja ngjeshte edhe Ametajt, por ai u tregua më i zgjuar, iku dhe sot po i bën gjyqin para shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Pra të dashur qytetarë. Po Erion, ti e di shumë mirë që po i bën gjyqin, ka raportuar ai Erion. Erion, javën e kaluar 8 orë ka raportuar diku, me detaje çfarë ndodhi në narkoqeverinë. Duroni, po ja u them, Arben Ameta 8 orë, javën e kaluar ka raportuar diku atje. Prisni, e ka thonë ky kryeministri juaj, prisni se s'keni parë asgjë akoma. Dhe unë po ju them, prisni se s'keni parë akoma asgjë. Do të fillojnë, do t'ju vinë gjitha mandatat, do t'ju vinë mandatat. Të dashur qytetar, në çdo vend evropian, kryeministri po normal do të mbante përgjegjësi. Ky është standardi i Bashkimit Evropian. Por ky standard këtu është vetëm në propagandë. Në realitet jo. Në realitet kapen pas karriges si macja pas miut. Ja ky është standardi i Edi Ramës dhe i qeverisë. Tani po të flasim për moral, ajo dihet se këtu nuk ka moral. Nuk ka moral dhe ky nuk është standard europian. Zonja dhe zotrinj, shqiptarët meritojnë të dinë të vërtetën, meritojnë transparencë, meritojnë drejtësi, meritojnë institucione që nuk shpërfillen, meritojnë një lider që nuk mbrohet pas varësve të tij. Kjo është e vërteta dhe kjo e vërtet do të thuhet në këtë foltore sot këtu dhe kudo, sepse drejtësia në çdo vend demokratik fillon me heqjen e mburojës, me hetimin e plot dhe me vendosjen e përgjegjësisë aty ku është origjina, aty ku është piknisja dhe në këtë rast, si në gjitha rastet tjera, tek Edi Rama. Tek ai që jep garanci kartelit të Sinaloas se në narkoshtetin e tij mund të pastroj paratë e drogës pa hyrë gjemp në këmbë. Mund të investoj kartelet në kazino, në hotele, sepse kanë mburojën e kreut të qeverisë. Washington Examiner sot e nxori Edi Ramën ushtar i kartelit Sinaloas. Kur të vit çështja e Gjipes, ngrihet dorën ti. Ai do jetë varri jot ligjor dhe politik. Gjipeja, pusho. Kështu që të dashur miq, po ju them që është mësuar ky kryeministër për të fshehur pas të tjerëve, është mësuar të kontrollojë me buton mediat këtu, saqë ka arritur disa prej tyre t'i bëj edhe qesharake, se jo një dy, po janë disa media që janë shndruar sot në Shqipëri, media varikarlon, saqë për çdo vjedhje të qeverisë, për çdo krim, thon fajin e ka opozita. Keni para apo jo? Ja këtë, por mediat europiane dhe mediat amerikane tashmë kanë filluar t'i bëjnë një ekspertizë
narkoshtetit shqiptar dhe kreu të narkosit. Tashmë nuk shiheni dot më, sepse ky vend është bërë vend ku pastrues parash droge, kriminal, kartele janë ulur këmbë kryq. Me to Edi Rama ka bler karrigen, me ato ai e mban atë. Të përfundoj fjalën, po. Me ato para ka bler heshtjen e mediave dhe disa pseudo-analist. Me ato para të ndyra droge ka bler imunitet. Madje ka hyrë thellë për të bler dhe segmentet drejtësisë së re. Por tani me sa duket nuk po i menaxhon dot gjërat si më parë. Tani është në panik sepse e ndjen. Po, fundi politik po ju troket. E ndjen ai më mirë se sa ju. E ndjen ai më mirë se kushdo. Kurbani i fundit shumë shpejt do të jetë vet ai. Dhe kur të jetë ai kurbani i fundit, do ta shihni kur do ta bëj librin Kurbani. Faleminderit. Zoti Ardit Bido, keni kërkuar fjalën procedurë? Përmendi. Replikat I vetmi flamur i cili nuk di se kush ka ngrit flamurin, u qua sot sërish dhe në një moment që unë prisja për herë të parë në jetën time ta gjoja se si doktori vogël që është prisja që do fliste për shëndetin publik, vendosi që të na rrëfej për herë të disajt se si deputeti i vjetër shumë legislatura thyen në mënyrë të hapur rregulloren që në nenin 31 përcakton se kuvendi ose komisionet nuk mundet të diskutojnë dhe të vendosin për çështje që nuk janë në rendin e ditës. Në fakt, zoti kryetar, unë besoj se në këtë kuvend dhe marrë me gjithë për ulljen si një deputet i ri, ju takon si kryetar që të mos e lejoni më këtë fyerje të inteligjencës që na vjen nga doktorët e vegjël, me përjashtim ndoshta doktorit të madh që mund t'ja lëm ndonjëherë të flasi, sepse nuk ka kuptim që të fyen të gjithë deputetët të cilët pas pak në jashtë rendit të ditës do të kenë mundësi që të flasin. Flamuri vogël, edhe doktori vogël një herazi, ka një lidhje shumë të fortë me mua. Ai është me shumë familjar sarandiot. Kur ka qenë në kryet e entit banesave, rastësisht në Sarand dolën të gjithë familjarët e tij pas tre dhe kanë nga një banesë. Dhe del dhe guxon dhe përmend një rast që e ka përmend edhe tjetër, prandaj po ja bëj replikën në tërësi, që ka të bëj me një dokument i cili ka qenë i mikrofilmuar në arkiv që në vitin 2001, kur kryeministër besoj e mbani mend që ka qenë zoti Ilir Meta, dhe unë e pas kam falsifikuar. Një dokument që është i skanuar nga viti 2001. Isha 14 vjeç. Atëherë kur zotria shpërndante këto apartamentet që duhet shkonin për të pastrehet te familjarët e tij. Ky është abuzim. Zoti Noga s'ka replikë mbi replikën. Urdhro? E përmendi pra? E përmendi. Zoti Balliu, keni kërkuar fjalën? Për çfarë? Këta pse me forcë merret fjala? Çdo kjo fjala nuk merret me forcë. Përse të takon? Për çfarë? Për çfarë? Për procedurë. Për replik nuk të takon, për procedurë po. Për replik jo. Procedurë. Faleminderit. Tani falenderoj se na ktheve humorin. Na bëre të qeshim. Jo, të falenderoj. E di që unë nuk përmenda emrin, po të
të piskova aty në shpirt ku të dhem fort dhe të dhimti sigur të ishte një piskim gjarpri. Pse? E diti ku fle lepuri. Lepuri fle në gjipe. Lepuri fle në gjipe. Aty të 22 hektarët. Por, mos kujto se kreu i narkos do jetë gjatë në atë karike të mbroj. Jo, ajo gjipeja do të bëhet makthi jot. Makthi jot. Sepse ti ke urdhruar dhe je hartues dhe ideues i një falsifikimi, je ideatori i vjedhjes dhe i rëmbimit të pronës së himariotve. Ti, dhe vetëm ti. Kështu që e di që ke gjumin e prishur. Të kam parë se të njoh herët kur vije qajshet e unë më të ndihmoja me hymne i punë me një gjë në kështu. E mbaj mend, po ti, fusje, ti. Edhe përbetoheshe se ishe votues i PD-s, unë më vinte keq dhe doja të ndihmoja, pra të njoh mirë. Por çfarë jam duke thënë? A di çfarë shoh? Ja, është dëshmitari Bujari. Ja, Bujari. Është edhe shpëtimi Drizit dëshmitar, ti e di mirë. Po, ishe gati të fshije këpucët, por më dëgjoj tani. Nuk ta zgjidh dot hallin. As ta Orlandi s'ta zgjidh dot hallin. Ka dhe të mbaja e, hallet e ati e të mbaja. Rafik Gurra nuk e let qetë fleras atë. Priti, gjipeja ty s'do të lërë të vesh gjumë dhe e kur s'kosht e vëndi. Mba e mënd. A kjo është arsyeja pse ju qojnë të gjithë kur sulmohet kreu i narkos, sepse ju ka fut gjithve në një tavë të gjithve. Pse nuk reagojnë, ka shumë socialistu, por nuk ndjehen të piskuar. Pse? Se atë lugën e çorbës nuk i kanë hëngër të gjithë. Atë shijoj luga, atë shim hap dishtin, ta shi prit dishtin. Zoti Balla, fjala procedurë. Për replik. Po ti të reje sy për sy. Nuk quhet replik me replik. Zoti Himçi jeni deputet i ri. Nuk është replik me replik. Po u dhash një fjalën dhe se morë. Po të thash pra zoti Balliu, keni kërkuar fjalën procedurë. Gjithsesi do ta marrësh, mos u mërzit. Po Flamur. Unë thash se sot do e kërkoje fjalën këtu për të sqaruar këtë punën e 28 nëntorit. Ndaje këtë punë se unë mendoj që dhe ty dhe Lulin Saliu ju zgjedh kështu si jeni. Dhe nuk që nga rastësi që ishte vetëm Luli Gavali. Ju që keni të gjithë. Tani merruni me Salianin, se u ka zënë halli madh. Merruni me të tani. E pe ç'bënde Saliu sot? Janë aktivitete private dha. Madje në akuzoi dhe Ani Dyrmishin si organizator të mitingut Durrësit. Ne shqyqyr që u kemi, ta kam thënë 100 herë, ne shqyqyr që u kemi, keqardhje për Shqipërinë që u ka, edhe për partinë që u ka mbetur, rahmet past. Prandaj, Flamur, si që ta tha kolegu im i dashur, ti do mbahesh mend si i vetmi Flamur që nuk di as kur është ngritur Flamurin Kruj, as kur është ngritur në Vlorë, as kush e ngritin Kruj, as kush e ngritin Vlorë. Flamur, thello një histori Flamur se lenam. Faleminderit. Zoti Balliu. Që po replik 2 replik s'mund ta merrni. E replik e morë herën e parë. Zoti Balliu, procedurë. Po pra.
Po, faleminderit kryetar, thjesht kisha një merak t'ja sqaroni se pash që qeshën gjithë këta, po përveç ju si duket ju e dini, t'ja shpjegoni që 1444 e ka ngrit flamurin në Kruj, Gjesh Kastriot Skënderbeu, në datë 28 nëntor, dhe me 28 nëntor pastaj e ka ngritur Ismail Qemali. Shpjegoja në këtyre se këta e pash që ti nuk qeshe, e këta qeshën. Të lutem shpjegoja që e ka ngritur një herë Skënderbeu dhe pastaj Ismail Qemali. Shpjegojani pak zotris dhe me qenë se ju e dinit ndryshe nga këta tjerët. Përsa i përket atyre tjerave që thanë që shqyqy na keni e shqyqys na keni, ju shqyqy që keni atë nesti angonin, se me sa po marrë vesh, kanë quar dhe një dosje tjetër sot. Unë ju uroj sukses edhe atyre që kanë firmosur të ajo korë qersek, po dhe të kjo puna keshit që keni ngatruar gjithë Ballkanin, me sa morëm vesh nga lajmet e fundit, ky nesti angoni nuk pas ka marruar puna akoma. Mirë është që kryetari grupit tuaj ta gjej kush është ai mes jush, se më shumë po a bën ai zezën. Faleminderit. Tani duhet t'ja kishit thënë ju, zotit Noka, këtë punë në 1444, si mos e quante lapsus, se e quajti lapsus. Çfarë? Po e dash ja u dash replik pra, tani s'mund t'jap dy herë replik. Po jo, po tani e di unë çfarë ishte replikë, kërkuat replik. Merreni për procedurë fjalën, që ti jemi korrekt. Po ju lutem qëndrojeni procedurës. Dhe lutesha shumë kolegëve të opozitës që të ndalojnë së foluri për historinë e kombit tonë se na i bëjnë pis. 1443 është viti që ka ngritur flamurin Skënderbeu, por e kuptoj. E kuptoj edhe arsyen sepse përmend himarën zoti Noka në çastin që po flet për gafat e tij historike, sepse më kujtohet në zgjedhjet e kaluara të himarës se si kandidati i atëhershëm Petro Gjikuria shënonte flamuris Nokas që kishte vajtur në fushat. Kështu që spres nga flamuris Nokas si pas zotit Gjikuria edhe jo si pas meje, që të di as kush e ka ngritur flamurin, as nga kolegët e di se kur është ngritur flamurin. Ajo që ka dua të them në nivel personal është diçka e thjeshtë. Sa bën kostumi yt sot është pasuria ime totale. Dhe këtë e din shqiptarët. Dhe ta theksoj dhe njerë për atë që pëthua për Gjipen, që ka qënë dokument i skanuar në vitin 2001, i gjendur në arkiv, i mikrofilmuar, me datë eksakte. Kështu që i bje që unë në moshën 14 vjeçare, për t'i bërë qefin flamuris Nokas që të flasi në parlament, kanë vajtur në arkiv, do është ta mendimën e Ilir Metës që të fusja një dokument që pastaj të na fliste poshtë fotografisë Spiro Milos që ka djegur Borshin dhe Kallaratin e himarës, flamuris Nokas e të na bëj leksione patriotizmi me milionat e eurove të cilat i ka, me shtëpite familjarve që i ka në Saran, ndërkohë që sarandiotët e mi aty janë akomat pastrese, i ka glabëruar palatet e enteve të banesave flamuris Nokas, dhe një herazi të më bëj moral se i kam vajt në njerë për punë. Unë kam që 14 vjeç që punoj në privat që 14 vjeç, kam të ardhurat 2 shifrore që në moshën, mbi 1 milion lek që në moshën 19 vjeçare në privat, diferenca është që t'je shumë i pasur pa punuar asnjë ditë. Zoti Arjan Doja, procedurë. Faleminderit zoti kryetar.